Dhe përshëndetje profesoresh, duke qenë se ju jeni studiues e këngëtarisë së Kadares dhe duke qenë në kontakt të drejt për drejt me studentët dhe jo vetëm, ne me rastin e 90 vjetorit të Kadares duam të marrim një mesazh nga ju se si receptohet këngëtaria dhe veprat e Kadares tani pas hiqjes së tij fizike dhe pse duhet të lexuar Kadareja në ditët e sotme. Se duhet lexuar Kadareja. Kemi të bëjmë me një vepër shumë të gjerë, e cila bart në vetvete, përveç të tjerash, përveç përkthimit të pafundëm dhe botimeve në gjuhë të huaja, çmimeve dhe nderimeve ndërkombëtare, bart në vetvete vlerë estetike dhe kënaqësi të leximit. Është një arritje e madhe për letërsinë shqipe, qoftë edhe për ato që mund quhen masive të mëdha romanore epope, si Dimri vetëmisë madhe apo koncert në fund të Dimrit. Edhe ato madje bartin kënaqësinë e leximit. Përse? Sepse Kadareja ka gjetje fabulore, të pazakonta, ka pozicionim shpesh në kampin ose në vendin ose nga ana tjetër e lumit ku është armiku, duke e trajtuar atë në mënyrë dinjitoze. Ne kemi rastin e Kështjellës, një nga romanet më të mira të Ismail Kadares. Vendosja e tij, vendosja e rrëfimit, hedhja e dritave të rrëfimit nga çadra, nga kampi armik, i nxjerr në pak kundërshtarët dinjitar. Tursum Pashaji, me gjithë mizorinë e tij, është trim, është gjithashtu i mençur. Unë mendoj që kjo rrjedh nga ekuilibri i zgjuar i poemave homerike, të cilat që në fëmijërinë e tij të hershme, Ismail Kadareja i ka adhuruar. Por do të thoni ju, të rinjt të cilët nuk kanë lindur në diktaturë, nuk e kanë provuar tiraninë, ose vetëm kanë dëgjuar rrëfime, herë të copëzuara, të përgjysmuara mbi të, si do ta gjejnë veten në një roman të tillë? Do ta gjejnë, sepse përpos të shkuarës, këtu është e sotmja dhe e ardhmja, bota e kontrollit të gjithçkaje është vetë bota e sotme. Ne jemi të kontrolluar, të survejuar, është një sy i madh që ne na ndjek si syri i Big Brotherit, i Orwellit. Në thelb të Dorontinës është një mister, ashtu si drita ngurruese e hënës si afrohet lexuesi atij misteri pa e përqafuar kurrë atë. Ne e dim se çfarë ndodh. Një natë të errët, plot terrë mister, Dorontina e martuar larg, ja beh në derë, ajo thot se ka ardhur me Konstantinin, por ai ka vite që dërgjet në vend. Kështu shfaqet misteri. Kapiten Stresi, i ngarkuar me hetimin e ngjarjes, nuk beson tek fantazmat, aq më pak te ngritja e njeriut nga varri. Mirë po gjatë hetimeve, ai do të thotë se megjithëse nuk beson kur tek ngritja e njeriut nga varri, megjithëse se beson kur fantazmin, megjithëse kjo nuk ka ndodhur dhe s'kishte si të ndodhte, prap në një mënyrë ajo ka ndodhur. Ismail Kadareja është mjeshtër i rrëfimit, ka në dorë fabulën, ka në dorë subjektin e pazakonshëm, ka në dorë suspansin, ka në dorë edhe humorin, ka në dorë krijimin e shumë botëve, të gjitha botëve, jo vetëm një bote, jo vetëm asaj bote që përshkruhet në vepër. Lexuesi i sotëm i afrohet prapë misterit të Dorontinës dhe sa më shumë që ai i afrohet, aq më tepër autori e largon duke na bërë gjithmonë e më shumë joshës misterin që ndriçon në këtë vepër, por që nuk rroket dot. Do të merrja kulme të tjera të autorit, për shembull, përpos Përbimshit, Ura me Triharqe. Ura me Triharqe na tregon se si një shoqëri e sunduar nga paraja ka në thelb ndërgjegjen e ngatruar të asaj epoke të mesjetës, por të gjitha epokave njëkohësisht. Në thelb është rimarrja e baladës së Murimit, të Rozafës, por e përdorur ndryshe. Kadareja i shton, ashtu si edhe tek miti i Vigjenis, kur e rimer tek vajza e Agamemnonit dhe të Pasarsi, i shton për llogaritjen. Do me thënë, i shton një akt cinik. Dhe ashtu si i Figjenin nga një mit lufte e bën mit politik, tek vajza e Agamemnonit, që vjen pas viteve 90, në 2002 ndoshta, kësaj i jep kumbimet të manipulimit për para. Por nuk është linja e vetme këtu.
tek ura me triharqe. Turqit janë duke ardhur, ato do të kalojnë nëpër një lumë shqiptar, një botë tjetër është duke zënë fill dhe është në agun e vet. Nga pikpamja tjetër, Kadareja kërkon që të ndërtojë fytyrën e Shqipërisë së përjetshme, për të cilët janë të dëshiruar dhe rrafgojnë shqiptarët edhe sot. Më lejoni vetëm një fragment dhe ndoshta do ta mbyllim. U tmerrova dhe vet nga ky zë i brendshëm. Më pas, kur u përpoqja ta shkoj qitse nga më erdhi, mu kujtuan gjithfar ku vendimesh e parathënash që bëhen tani kudo për fatin e këtij vendi. Arbri do të gjende disa herë në zgrip të humnerës, sigur në rrokullim do të tkurret e do të nxjerrë xixa dhe gjak. Është e thënë që të bëhet e të zhbëhet disa herë, derisa të mbetet i ngulur jetë e mot mbi fytyrë të dheut. U bëftë pra arbër.